mëngjes. Te mirë më dita, ti the mirë më dita, mirë më dita. Përshëndetje, nga ky njeriu I çmendur këto zotë mas janë bërë, mos më merrni për seriozisht, mos. Erdhi Rezia. Rezi. Tën tën tën. Bing ding bing ding bing ding bing ding bing ding bum. Ne kemi ardhur në Stuttgart sot njerëz, në Stuttgart kemi ardhur për herë të parë në jetë. Ndoshta për herë të fundit, ndoshta për herë të parafundit, nuk e di. Siç mund ta keni parë edhe nga titulli, kemi ardhur për koncertin e Alban Skëndera. I kishim kaq kohë, u thash edhe tek video fundit, fakt që kjo do ishte video radhës, po shpresoja që ndoshta do bënim në një mini udhëtim të vogël që të bëja edhe video për ju këtu në YouTube, por nuk bëm, kështu që jemi këtu. Një libër, një Bibël. Apo çfarë është kjo? Po, Dinoje Testament. Po, është Bibël, mama. Më besoni kur ju them që më kishte marrë shumë malli që të filmoja për YouTube, edhe mezi po prisja këtë ditë sot që të filloja edhe filmimet për YouTube. Shikoni këtë karamelen që tetës ja dha. Që tetës ja dha, që Krenës ja dha teta recepcionistja. E mori vetë këtë. Po, e mori vetë. Edhe e mori Lana Tasi. Edhe të hajkena. Po, shpirti mamës, ta ofroj teta atje dhe ti e more. Do doja shumë në fakt që ta kisha filluar që në shtëpi këtë video, por patjetër që nuk munda, edhe pse sot u ngrita që në 4:30, më doli gjumi, se alarmin e kisha lënë në 6, me të drejtën. U lava, u bëra gati, thashun do bëjmë pak gati me Terezi të bëj dhe flokët, shikojnë pak flokët e mi ndërkohë, se nuk I bëra, nuk arrita do t'i bëja. Gjithë ato gjëra që I lash për sot për t'i bërë gati, nuk arrita do t'i bëja. Bëra gati ushqimet, as rrobat madje nuk I kisha, thjesht kisha vendosur pak a shumë se çfarë do vishja. Akoma nuk e di tamam se çfarë do vesh, por që nejse. I hekurosa, I bëra gati, I futa në për vende, bëra pastaj ca sanduiç, ca perime të zjera. Ja dy kuti me snacks e kështu, edhe na iku koha derisa morëm edhe makinën me qerat. Edhe nga ora 10 që kishim bërë me planeve për të ikur, në orën 12 jemi nisur përfundimisht. Edhe imagjinoni pak se si kam qenë gjatë gjithë mëngjesit, gjatë gjithë paraditës, vetëm në luftë, domethënë duke ecur me vrap sa ande këtej, por gjithsesi erdhëm, tani është ora diku te 3 më duket. Rruga si na ka ecur të herë, nuk na ka ecur kurrë në jetë që kur jemi bërë prindër, sepse Krena I në fillim, edhe ja 40 minuta të para të udhëtimit, duke vizatuar, I kishte marrë Rezin, e keni parasysh ato tavolina që blihen nëpër Temu, nëpër AliExpress. Dhe luajti me ato ngjyra, e ka futur tull gjumit pastaj edhe 25 minutat e fundit është ngritur. Edhe nuk e di na u duke ajo rruga, nuk e ndiem fare. Tani erdhëm tek hoteli. Hoteli normalisht është më baziku I mundshëm, por që punën e bën edhe duket shumë I pastër, shumë I pastër. Ajo goca atje te recepcionisht është shumë e mirë, shumë energjike, ishte nga Kroacia, edhe po bëni muhabet. Dhe kështu ne tani besoj që do shqetësohem pak edhe do filloj direkt me të bërë gati flokët si fillim edhe pastaj make-upin edhe do shikoj edhe se çfarë do vesh. Gjithsesi tani e nisëm vlogun edhe mezi po pres të marr edhe ju me vete patjetër. Plani pak doja të hapja këtë, thash do jetë në një nga këto rafte tek fucve, kjo nuk hapet fare, është për bukurinë. Gjithë kjo baule këtu për bukurinë, nuk e di domethënë, nuk çonin dot në një vazo. Ja, futi një far gjumi motra juaj, gjysmore 40 minuta, po më duk sikur fita 8 orë. Aq shumë e mblodha veten, që nga prishur kjo. Me që nga shtëmbëruar kryeja aty te çanta. E kam edhe qef këtë kryerin. Tani unë them të filloj të bëhem gati, po do ta filloj me flokët. Flokët I kam prerë. Flokët e mikër I kret duken si një shkurrë e vërtet, po do t'i sjellim në Terezi, shpresoj. Edhe shikoni pak sa gjëra mora për flokët. Kam marrë këtë. Kam marrë edhe këtë që pse doja kaçurela pak më të vogla se sa kjo koka. Kam marrë edhe këtë për ato kaçurela. Kam marrë edhe pjastrin. Të gjitha këto për një ditë. Shu është kur udhëton me makinë, ke mundësi ti marrësh I merr. I moram shumë se tash nuk I dihet se si do ndihem që do bëj kaçurel, por mendoj që ndihem me këtë lloj kaçureli sot. Po në fillim them që ti shtri një herë komplet, do më di shtriti. Jam mirë të shtrirë, kështu edhe pse pak shumë si shtrirë duken tani. Kjo janë po nxehet. Kjo kam kopa e përdoroj të pjastrin. E kam marrë që në Shqipëri këtë tek Lux Moda Market. E kam lërë vetë me lekë mia 18 lekë. Ose 20, jo më shumë. Edhe them të shtrinj herë me këton, pak a shumë. Edhe pastaj të jap me ato për kaçurelat. Unë te Krena më saktë hëngrëm pak nga ato perimet e zira që kisha marrë me vete. Edhe Reza nuk donte. Kështu që besoj tani do ikim për të mbrën drekën e darkën bashkë neve. Bëra shumë mirë që mora ushqime me vete nga shtëpia, se si di I rrugës nuk ndaluan fare. Edhe më mirë që s'ndaluan se erdhën më shpejt, por që prapë më çmë mos kishim ushqime. Nëse do filloj të bëhem gati, unë avash, do t'ju tregoj një herë flokët se si do dalin. Lutuni me mua që mos të më shkënjejnë sot, se nuk duhet më shkënjejnë. Se do na shikoj Albania atje do thosh që ne kemi këto flokë shurë. 3 minuta më vonë I shtriva I qava fare, gjithsesi është ideja ti shtrim sot. Sot është ideja të bëjmë kaçurela të bukura. Dhe mendova thash ti shtrija më mirë, në fakt mendova që po ti shtrija do dilte kaçureli më I rregull. Nuk e di se sa më I rregull do dali, do ta shkojmë tani.
Përveç dhe nuk e kam vendosur se çfarë do të vesh, por në fakt më mendoja të bëja ndonjë video në TikTok ose në YouTube ta editoja shpejt në YouTube, në Instagram. Të editoja shpejt edhe ta hidhja dhe ndoshta të më jepni ndonjë ide gocat atje që kush version më shkon më shumë. Si mendoni? E bëj dot unë kaq shpejt? Tani unë i bëra flokët, dolën mirë, nuk është se dolën keq, por problemi është nuk më pëlqen balukja se si rri. Rrit sikur kam çuar në një paruke, domethënë koka ime e vogël, flokët kështu bufet. Dhe tani nisa në rezin të shikoj nëse ka ndonjë dëmos e rosman hapur edhe t'i kapja pak baluket kështu edhe të çoja në karfice. Nuk kam karfice, kam vetëm këtë. Kam edhe një karficë skrenën që është roz, nuk di se si t'i fsheh dhe të duken shumë keq, por shpresoj shumë që të më qej karficën. Nuk më pëlqen fare kështu nga para. Fare. Gjithsesi do bëj make-upin shpejt i mbledh një herë këtu nga fundi, por nëse më duhet të jap në rregullim, do t'i jap edhe një herë me këtë mashën. Do tani të bëj çik make-upin shpejt. Këtu pas kanë harruar që të çojnë edhe sapun për duar, edhe shampo, edhe nuk pas ka fare të shkoj te recepsioni që të kërkoj. Se ndërkohë që po bëjmë gati unë, po shikoj edhe mamin dhe po kujtova që nuk kam marrë as furçën për vetullat. Që t'i bëj me xhel, tani unë nuk di se si t'i rregulloj ndryshe vetullat, përveç se me xhel edhe me atë furçën dhe kam një pako të madhe me, nuk e di, me 100 cop furça, edhe ca të tjera që mi kanë thënë se herë ju kam bërë një vetull dhe një sherpike edhe më është bërë një koleksion me ato lloj furças dhe nuk kam marrë asnjë tani. Po shqyr zoti që është shtuar sot, që vajti rezi tek dëmoja dhe shpresoj që të më gjej një furçë të hajrit. Përveç karficave, po që se si çova qerpikët, këto qerpikët të ndryshojnë komplet si njeri kur vendos. Se ti pare se ka shkuar asora 5:15 apo kemi kohë? Kemi. Në mbarova make-upin që thoni ju, e bëra përveç vetullave, domethënë nuk mendoj që do shtoj më ndonjë gjë. Kjo drita këtu më skandalizoi fare. Duket sikur s'kam bërë fare make-up kur e shoh vetëm pasqyr, po nejse, shpresoj të duket pak më mirë. Më vonë, harrova të laja dhëmbët. Tani un kam lyer edhe buzët, do laj edhe dhëmbët me buzë do lyera. Nejse, gjithsesi buzëkuqen do ta marr vetë se e sigurt deri pastaj nuk do më mbaj mua kjo se do haja do bëj, kështu që. Do t'i lyej prap. Okej, këtu drita që nga më mirë. Që nga shumë, në fakt, po më mirë se sa atje. Tani unë do vishem, nuk e kam bërë akoma vetullat, sepse ka ardhur rezi. Por që them ta bëj atë video në TikTok, se me vërtet që nuk e di. Do shikoj edhe një herë tani se si do më rrin dhe do vendos edhe vetë. Po, shumë bukur duket dhe ajo rrumuja aty. Edhe do shikoj një herë se çfarë do më thonë edhe gocat e TikTokut. Edhe pastaj të vendos, domethënë, ti marrni vendimet bashkë aty. Kështu që ju gocat që më ndiqni vetëm YouTube, po nuk më ndiqni në TikTok dhe në Instagram, kaloni dhe andej që të bashkëbisedojmë pak me njëra tjetrën, të më jepni ca ide ju apo unë juve qofse ju duhen kohën. Unë më duket se nuk ju kam thënë akoma që unë te koncerti nuk të shkoj vetëm, do të thënë as me Rezin, po as vetëm, sepse Rezi do qëndroj këtu me gocën normalisht. Por të shkoj me një nga gocat që jam shumë e sigurt që edhe juve e ndiqni. Në rrjetet e saj sociale dhe ajo bën video në YouTube dhe është nona për këtë punë, jo se thjesht bën video ashtu, tek tu, kështu ashtu. E ka vite që merret me këtë punë. Dhe e gjeni dot se kush është. Më shumë se do ta keni marrë vetë kush është deri tani, sepse do ta kem shkruar edhe tek titulli, por që është Claudia Mazreku. Jam shumë e sigurt që e ndiqni edhe në qoftë se nuk e ndiqni të shkoni dhe ta ndiqni, se jam e sigurt që profili i saj nuk do t'ju zgënjej. Se si ka unë që të bëj video këtë do ta lë për momentin kështu, se Rezi s'ka ardhur akoma, apo vetëm nga një anë ta kap. Kjo duket mirë. Nejse, se unë jam me 7 mendje aman. Unë sapo u bëra gati, vendosa një nga versionet që kisha patjetër, se s'do i merja të dyja, por që janë veshur me të bardha si nuse, domethënë, edhe me këtë trench coatin sipër. Shikoni ato fotot edhe videot që kam hedhur në Instagram, se e sigurt që i kam hedhur. Kam marrë edhe këtë çantën, aparatin, se normalisht ku do shkojmë ne pa aparate, pa kamera, pa gjëra që ti dokumentojmë, domethënë. Nga këmbët nuk do shqetësohem fare se kam marrë vetëm një palë atlete sportive dhe kaq mbaroj. Por që unë tani do ikim të ham buk shpejt. Ky është edhe make-upi përfundimtar, edhe flokët, erdhën ngarfica, erdhi furça, që Rezi kishte marrë furçë për qerpik, po gjithsesi haj. E rregullova disi. Tani Rezi me Krenën kanë dalë tek një park këtu afër dhe unë do shkoj tek ata, do ham ndonjë gjë shpejt edhe të ikim te koncerti sepse jemi 1 orë larg, sepse është ora 6:05 tani. Nuk e keni idenë se ç'a kaosi, ëh. Unë shkova tek një bekaraj tani, mora ndonjë gjë për të ngrënë edhe tani po presim jashtë hotelit të Claudia se të marrim edhe Claudia. Edhe do nisemi do ikite koncerti mami. Edhe të nisemi direkt. Shikoni pak se kë jam këtu. Ata s'njoj varëm. Të njohim me, unë jam shumë e sigurt që ti gjithë më kanë ardhur aty. Jemi takuar rastësisht, fatmirësisht bashkë edhe jemi në një super pozicion dhe do kënaqemi. Unë s'kam zë për Rezin se do këndoj unë. Shikoni pak t'u tregoj pak se këto janë bileta që i ka bler Claudia njëherë, sa unë e shita të time. Shikoni pak se ku jemi të ulura.
Nuk është fare me Zoom, se mos mendoni se kam bërë Zoom. Tani na falin këta zoti madh, po kemi shumë njerëz mbrapa, po do të heqim fytyrën, s'ka problem. Nuk i fola fare, po unë shkova direkt në një bekaraj dhe mora pak për të ngrënë që nuk hëngrëm, po nëse nuk do han fare, tani do shijojmë pak koncertin. Shpresoj shumë që të kënaqemi tani, edhe do t'ju tregoj pak edhe ju pak pjesë nga koncerti. Gjithë që Big House ose për herë të parë një dëmtimin. Kam gjithë keqës? Jo, pse s'u kam parë. Kam gjithë minimaliste, jam minimaliste. Super fare, as nuk do dukem, pse e kemi Klaudia kanë qitur Qerpik për herë të parë, unë për herë të 818. Jeton me Qerpik House. Për rëndësi ka që u bëm bar. Çfarë është muzika për ty? Për mua muzika është gëzimi im. Muzika është pasion dhe dashuri. Prit, dielli. Muzika për mua është inspirim. Jeta pa muzikën do t'ishte si bota pa ngjyrat, si lulet pa aromë. Ndihmoni pak me duar bashkë. Como thore sa të dua, gjithmonë ke qenë ajo kush angel. Dhe asnjëherë nuk e pranon të jetë të fal. Tani kam një mesazh shumë të shkurtër. Shpresoj të mos të duket e përzitshme, është shumë e rëndësishme për mua. Në çdo koncert që kam bërë do ta bëj në Stuttgart sepse di që tu buron një dashuri e jashtëzakonshme me një publiku fantastik. Për herë të parë, jam shumë i lumtur dhe krenar që mund të ndihmoj dhe midis UNICEF kam arritur që të shkoj në problemet kyçe në thelbësore më një herë. Gjova zemrën dhe ku në udhkryq më ndoshta më ka vlerë të zgjohem me venje dhe këti. Se njeri uve, po këta të faktë i kam të lafër. Hajde! Unë të shikoj që këtu. Ata në në ndikë që është akon. Nga keni ardhur, jam kurios, nga keni ardhur. Nga Vlora, Montra, direkt e para doli nga Vlora, nga Nürnbergu. Po juve nga keni ardhur? Nga Kosova? Nuk jetoni këtu, jetoni në Kosovë? Nga cili qytet keni ardhur të që? Nga Frankfurti. Ore, ka ngu do një nga Stuttgarti atë? Ka, oke, fast. E pa parë se që duhet një burra që lufta ha. Normal, dhe Eneda do, Eneda, u të rashgopshë. Sako se juan! Jeti! E ja prande më falje, vëndësi po dhe një herë si një kohë. Veci për poqëm, lezojnë, veci për poqëm, bojnë si kur për proqëm. Bojnë me ndru për një opinion, as me ndru për kërkon, ne u jam zhitë. Dhe më fëtë se amu Desh bajto! Dhe mi ato dhe lati që më rritë
Edhe njerë në Shqip. Ne jam të Shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur që jam sonte këtu. Ne u bëm gati. U bëm gati 2 vite që u kemi nisur, që u ka nisur Albani turi motiv. Ne mbaruam edhe koncertin. Të them u kënaqja është pak se u stër kënaqja dhe sidomos fakti që isha edhe me Claudion e shoqëruar, mendoj që nuk do isha kënaqur kurse si vetëm aq shumë sa u kënaqa me Claudion. Duke qenë sikur kisha 100 vjet që e njeh. Ashtu bëni muhabet, domethënë sikur ishim shoqe për 100 vitesh edhe vazhdoni muhabetin aty ku kishim lënë, domethënë. Albani patjetër që këndoi ato këngët e tij më të bukura dhe unë kuptova që i di kam shumë këngë Albanit se i këndova pothuajse të gjitha, më ka ikur dhe zëri madje. Aq shumë kam përtjetër. Nuk ishte shumë të ftuar, kishte vetëm Elgidin edhe Elinelin, nuk e di nëse i quajnë mama ashtu po që. Edhe Miriami, po edhe Miriami, por shiqet se si u kënaqëm shumë edhe me Albani, me zërin e tij, ishte nuk e di spektakolar fare. Po ti e ke përshëndetur vlogun tim për sot. Përshëndetje, nëna plasën syrat nga drita. Syrat. Nëse se nuk flitet shoferit në raste hapje dritash se kam hapur këto drita ato për të parë më mirë, po këto të shpërthejnë syt. Syrat, ba. Nesër. I ka unë tani të ha ndonjë. Besoj që do t'ju hap nesër. Jo besoj, domethënë do t'ju hap nesër, se s'kam nga vete unë tani. Shihemi sërish nesër, natën e mirë dhe gjumin. Ju ndërkohë duke parë vlogun në Pingjesit. Mirëmëngjesi nga kjo fytyra e lodhur, por e shklodhur në të njëjtën kohë. Ne jemi kretur që në orën 7, nuk e di fare sa ka shkuar, kam përshtypjen duhet të jetë ora 8:30. Ne kemi marrë me Super Terezi, se prandaj janë pushimet për ta marrë me Terezi o vllai, sidomos këtu në Stuttgart, që me sa pak nuk e se kishte ndonjë gjë shumë interesante për të vizituar, e morëm me Terezi se tham, okay, nuk kemi se çfarë humbasim shumë. Terezi më krene sapo dolën poshtë dhe unë po nxitoj që të shkojë me ta, nuk do bëj as me kap asnjë gjë për momentin, e flokët do t'i lë kështu në sepse kisha harruar që i kisha marrë. Se ata do shkojnë tek parku, pastaj që është afër. Kurse unë do bëj gati rrobat e çantat, domethënë që të marr me vete shiko pak këtë tiramisu që mora atje. Sikur që nga zbutur pak nga që kanë në temperaturë ambienti, po që do ata pas mëngjesit. Mëngjesin e kemi marrë këtu tek hoteli, domethënë që do e ham te hoteli, shikoni unë kam çuar edhe këto unasa. Kisha marrë gjithë ato aksesor për dije, edhe asnjë nuk përdora. Ai harrova, kisha marrë varse për lykë unasa e gjithë. Përsa këto me çoj krena tani domethënë. Kështu ika tani se dua të ha mëngjes me ata. Do të shihemi prapë pastaj me planin e radhës, shpresoj që të kemi ndonjë gjë të bëjmë përpara se të ikim në Frankfurt, mos të ikim kështu pa parë pak Stuttgarti. Ne mbaruam mëngjesin që thoni jo, iku Rezi me çupën, ne ja edhe pakun atje, edhe pak i thënqin. Po merresh aty duke parë fotot e video, publikova ca foto në Instagram, edhe e humba fare, nuk e di se sa minuta kam që jam vetëm aty duke ndonjë vetëm poshtë tek mëngjesin, ndërkohë që Rezi dhe Çupa me shumë mundësi mendojnë që unë jam duke bërë rrobat gati. Unë as nuk jam bërë akoma gati, o zoti ma. Tani fillova, por gjithsesi nuk është se kemi shumë rroba. Domethënë, ke marrë goxha se kur je me fëmijë të vogël do marrësh. Unë dua të provoj këtë tiramisu. Hajde se Rezi me Çupën pritën deri tani dhe presin një çik. Inshallah se shikon Rezi këtë videon. Amin. Që nga kjo mërë me tiramisu nuk ka lidhje. Po, s'ka fare as biskota sa vejardë asgjë, nuk e di se çfarë mënyrë është, por shumë e mirë. Ika, do bëj punën tani, se do më ndaj burri. I mbarova se jam e shpejtë unë kështu. Thjesht çova me njën ato që ishin të larë dhe ato që ishin të larë dhe i zhyta aty në një. Kjo marrë një çantë tek Primarku, iku e mori Rezi poshtë po. Shumë e mirë se bë shumë e madhe, ose çantë shpinë bëhet si valixhe e vogël, jo sikur është çantë, domethënë edhe zë shumë vend. Çka? Më kam i Rezi prapë duke bërë vlog. Jo që parë po merresha me fotot. Unë sa mbylla vlogun këtu, erdhi Rezi dhe më thash, jo, nuk më tha që ai thash vetëm, më thonë. Ti konfesova vetë. I thash s'kam bërë asnjë gjë gati deri tani. Rezi nuk është se ishte më i lumturi në botë, do të bëj dhe flokët, shikon ti. Buzët mi leu krena. Mi ke bërë shumë bukur shpirti mamës. Do i kap flokët njësesi që kisha atje tani, se nuk do vonohemi më shumë. Unë pash në internet ç'a mund të kishte ndonjë gjë në Stuttgart, dhe në fakt nuk është se është faji Stuttgarti që nuk ka gjë, është faji që është e diel në Gjermani dhe në Gjermani të dielave edhe zështe kanë pushim, jo me njerëz. Kështu do shohim ç'a kanë ndonjë gjë nga këto që mund të jenë hapur këto atraksione turistike, siç ishte një si palas, ku diun, diçka e tillë do shohim. Jo, ishte jashtë 17 minuta
larg nga këtu. Edhe pas kishte ikim direkt shtëpi punë madhe. Ne për Albanin kemi ardhur e kryem mision. Ndërkohë burri tim hajde çik të zemra. Burri im outfitin e ka Po të njëjtin. po të njëjtin si ti. Gjithmonë kur ai më harron ripin të marri. Harron të marri ripin. Po flas si Gjerman. Kisha marri për pantallona, jeanse. Sa shere e parë që ndodh kjo mohabet. Në rripët e mi. Edhe e kisha harruar të merja ripin, e kisha marrë bluzë, po ja kisha marrë të shkurtra. Dhe unë mendoja që ja kisha futur dhe një të gjatë, po nuk e di se ç'më. Në mend të shkurtra. Kështu që prim është i mundësuar me veshjen e dieshme, më fal zemra ime. Herë tjetër do të bëj vetë qëra. E sa ta herësh tregojnë. 18 apo çfarë sigurt. Ne 17 udhime kemi bërë total. Nëse se ky burri më do bankohet për mua, po unë jam angjëll bitok. Angelo, o shysha. Tani më kap mirë. Është ora diku tek 10 pa 10 diçka e tillë edhe ne tani u nisëm për tek ai vendi, po sa mirë që nga kur jemi pushime edhe si merr gjërat me nxitim. Hajde këtu, hajde atje, se do vizitojmë këtë, do vizitojmë atje. Kanë lezetë edhe këto pushime të shokur i merr, dal nga dal. Se kur jemi fëmijë të vogël vëlla, nuk është se keni një zgjidhje tjetër, po të duash, po nejse. Na iku fare. Na iku mendja fare. Që shkëgëlim se ne këtu. Kape makina, babi, kape! Rena valë në shtruten do kone, ma tane, dy nga bluzja. Kam shtypje nuk ka blici, më të para. Kemi blica! Do të tregoj pak nga Stuttgarti që të shohim edhe ne me sy tanë, do t'ua tregoj edhe ju. Qose keni kuriozitet të dini se si duket Stuttgarti. Unë s'pas kam lyer buzët, tani e kujtova, do t'i luajtën. Me 40 është babi, o babi, që bënë, babi. E të shohin ai policë gjerman të vizion tani. Që ecën me tripenanti. Akela, po që si dhe krejna e kuptan të qatë e këtë. Unë të këtë mëlsirën e mora me vete dhe përshiroj dal nga dalë, se me vërtet që më përqeo shumë. Qa është? Është muzeu i Derit. Muzeu Derit. Papi! Ka muzeu? Muzeu Derit. Zhvajnë muzeu. Muzeu i Derit. Hajde, hajde. Der për deri. Do të ketë lloj të ndryshme derash. Besi Pepa. Papi! Ua, neve vjet do bëjmë edhe një udhëtim tjetër për ditëlindjen e Krenës. Vjet të ishim te Peppa Pigu, se më kujtoa nga ajo e Pepës. Do kënaqem shumë te Peppa Pigu, edhe pse Krena ishte e vogël. Po foto më. Se të poshtë shaj. Shikoni pak se ku po gjitemi tani. Erdhëm te ky parkimi ne që mirë që i kishte çmime skandaloze, 3 euro ora, 7 ditë të javës. 3 euro ishte orë e parë, domethënë, pastaj çdo orë tjetër ishte 3 euro e 80. Ndërkohë që në Frankfurt janë 2 euro maksimumi dhe të dielave janë nga 1 euro ora. Ndërsa këtu ishte 3 euro, nuk ishte rëndësi fare se çfarë dite që ishte, po tani duhet të ngjitemi edhe këtej nga gjiten makina, sepse nuk punonte as ashensori, sepse është e diel edhe se duket duhet të jetë në një qendër tregtare sipër ose nuk e di se çfarë. Mirë që marrë çmimin njësoj, po të paktën nuk japin as shërbimin njësoj, po MediaMarkt më shumë se duhet të jetë MediaMarkt këtu. Se tani po na shtypinoj makineve, e kam fajin këta. Kjo është një ujë. Sekreta po më thotë që ta tregoj te video. Ne erdhëm këtu te ky vend, nuk e di nëse është qendra apo jo, po bëhet një aktivitet me kulturën turke dhe po ngrinin ato stendat ata. Ishin gra dhe burra të veshur me veshje turke, jo punime, nuk e di se ç'ishin këto. Krena filloi po kërkonte bukë, edhe pse ne sa u ngritëm nga mëngjesi, po nuk e se hëngër shumë, me thënë drejtën atje. Dhe po shikonin mos kishte ndonjë gjë për të ngrënë, ishin vetëm ata turqet atje që po hapnin stendat me ato donera dhe kebabët e tyre. Dhe përfunduam këtu te McDonald's që të hante në një burger, edhe pse sa herë që jap këto burgerat e këtyre më dhëm shpirti, thash që shpëtuam dietë, se hëngrëm dietë Burger Kingu, po Krena ishte në gjumë edhe shpëtuam. Nuk hëngri Krena. Hëngrëm vetëm unë dhe Rezi, domethënë, por që ja nuk shpëtoi sot. Edhe të paktën këta të McDonald's në krahasim me ata të tjerë, një gjë të mirë që e kanë është se menuja e fëmijëve përveç lodrës që kanë të paktën edhe një gjë pak më të shëndetshme, që janë këto mollë që mund të zgjedhësh, edhe ujin e kanë me një shishe më të lezetshme se sa ato të tjerë që japin me shishe të thjeshta. Që është pak më personalizuar për fëmijët. E mira është mos han kurrë gjëra të tilla, por s'ka që njëherë kaq do han. Çfarë do bëjmë? Edhe ne na pëlqejnë, edhe këta marrin vesh çik se ç'është kënaqësia e jetës, të hash burger me patate. Famra. U kënaqem me lodrën. Lodra Krenës. E futë brenda? Nice. Mund të pi pak ujë. Giron në
për Stuttgart edhe tham tani të niseshim. Ora shkoi 12 dhe normalisht tani Krena ka orarin e saj të gjumit të Trekës, po shpresojmë që ta zëri gjumi aty në Karsici e Zuridie, se filloi po të çapërdisej tani nga fundi. Donim të uleshim tek ajo kafja që filmova edhe ato ëmbëlsira, se kishte ëmbëlsira shumë të bukura, duke qenë shumë të mira dhe të shijshme. Dhe Rezi tha ta vënë gjumë krah, po qartësisht duke që ishte e pamundur edhe u ngritëm fare. Edhe tani vendosëm që të shkonim në një qytet tjetër që quhet Heidelberg. Rezi atje ka nostalgji, atje ke punuar ti zemra? Po, kam punuar disa kohë atje. Po, ka punuar disa kohë. Edhe kur kam thënë që do ta vizitojmë Heidelbergun ndonjëherë, se i kisha parë shumë në internet. Jo, më thoshte mua çfarë do vizitojmë, nëse e kish parë ai për veten nuk i interesonte. Po duke qenë se është 1 orë e gjysmë dhe shpresojmë që Krena ta zëri gjumi rrugës këtë 1 orë e gjysmë. Okej, po shkojmë atje, të shohim çfarë do ketë në një gjë të bukur, edhe ndoshta ham edhe drekën atje. Normalisht atje i bie që ta ham. Po mua më ngelen merak sushi që dje dhe shpresoj të gjej një gjë me sushi. Po edhe po nuk gjetëm një gjë me sushi. S'ka problem, do ham një ditë tjetër kur të bëhemi mbar. Tani unë them që të lutemi bashkërisht që të zëri gjumi Krenën. Ju nga shtëpia juaj dhe ne nga makina jon. Ami, shumë gjë vërtet. Asgjë, unë nuk kënaqem te koncerti i Albanit nga jashtë. Të pëlqeu Porsche Arena. Më pëlqeu ishte shumë e bukur. Albani këndoi shumë bukur. Shpresoj të më pëlqejë në YouTube. Rezi kur i thashun që Albani e hedh në YouTube koncertin e tij, tha pse s'ma thuaj sik më parë. Ata çoja unë në shtëpi atje, në televizor. Ta bëje rrësirë atje fare, edhe bënim koncertin brenda në shtëpi. Mirë ka në fakt, më lirë do vinte. Vetëm drita do paguaj. Nëse unë tani do ta mbyllë, do t'ju hap pastaj kur të shkojmë në Heidelberg. Heidelberg. Ne mbërritëm në Heidelberg, unë që nga më shumë se sa e lodhur, doja të flija pak, po u kujtova 10 minutat e fundit, fjeta pak, nuk është se s'fjeta. Krena shoqër zotit e zuri shumë, ja 5 minuta direkt sa jemi futur në makinë, edhe kaloj gjithë rrugën duke fjetër. Tani ulëm në një restorant sushi, shkuam një herë tek njëri dhe ai s'kishte absolutisht asnjë njeri, edhe këtu tani nuk ka asnjë njeri, po të paktën kur erdhëm ishte pothuajse plot dhe nuk e di pse ikën të gjithë në një të kohë. Dhe kemi prapë restoranti për vete, por rëndësi ka që kishte njerëz. Se imagjino të vinim në një vend me sushi dhe të kishte ushqim të ndenjur. Pastaj gjithë javën merrnim raporte mjekësore, ne mos shkonim punë. Do na dëmtonin shumë po të merr këto raportet mjekësore dhe mos shkonim punë. Unë nuk duroj dot për vete. Po ti semra, ne duron dot që merri raport dhe mos shkoj. Kena sapo derdhi një gotë ujë, na bëri këtë pell. Ne tani po qesh. Pse mos qesh? Po zrin tjerët. Kute. Krena si tham për të zgjedhur një lëpirë se gjithmonë nëpër këto restorante të sushit japin ndonjë ëmbëlsirë ose ndonjë dhuratë e vogël për fëmijët. Më mirë të kishte ndonjë dhuratë me to, se lëpirësia nuk është shumë e shëndetshme. Unë si mami negative aty. E mbaruam dhe drekën ne, ato sushit na kanë super pëlqyer, ishte shumë të shijshme, duke qenë që ishin shumë të freskëta. Morëm dhe një tartar në fakt me mish viçi, jo, si thon, rind. Jo, viçim duket se është rind. Ku di kush di gjermanisht, po përkthehen çikse me këto mishra tonë që nuk i ha fare, as nuk i ha qejf. As emrat nuk di me sa duket. Po mua nuk është më pëlqeu, ishte shumë djegse për mua. Domethënë Rezet i pëlqeu shumë. Po ato sushit e mi edhe ato të Krenës, zoti i madh, ishin shumë të mira. I dua shumë të restorante që kanë menu për fëmijë. Mendoj që gjitha restorantet, të paktën aty ku lejohen fëmijët, duhet të kenë patjetër një menu për fëmijën, minimalisht një menu, se zakonisht janë 2 ose 3, por që minimalisht një menu duhet ta kishin, mendoj. Dhe Krenës dukej që i shijuan shumë, sepse i hëngri dhe Krena. Por që tani themi që të shkojmë pak tek ajo kështjella e famshme këtu në Heidelberg. Është ora 4, kemi besoj pak kohë, kemi mjaftuar shumë kohë për të shkuar atje edhe derisa të errësohet, kështu që të shkojmë shohim edhe një herë atje. Heidelbergu me sa duket nuk është se pas ka shumë lëvizje, ose të paktën këtu ku jemi ne nuk është se pas ka shumë njerëz vërdall, shpresojmë që të ketë atje. Jo se na duhen njerëzit, por që prapë nuk ndihesh si vetëm. Kupton? Kur ke edhe njerëz të tjerë vërdall.
katet e verës se sa të mëdha që janë. Sa jam unë? 165 që këtu në këto katet e verës sa të mëdha që janë. Kjo është më e vogla. Po, ishte edhe një tjetër akoma më e madhe se kaq. E bëra me video, po nuk e kam treguar në krahasim me mua. Hajde mama. Asis. Kena? Po prapë të zdallojmë shumë mirë. Shikoni faktet të një zotim. Ta imagjinoni që këto para kanë qenë me verë të mbushura, sa të mëdha që janë. Mua vjen frikë të rri këtu poshtë. Shikoni jo mua apo? Heidelbergu që nga me vërtet shumë i bukur dhe filmova dhe atje se si duke nga sipër, duke një mrekulli e vërtet. Është ndërthurur aq bukur lumi me pjesën e ndërtesave dhe gjelbërimi. Për gjelbërimin nuk kemi çfarë i themi gjermanisë, është numri 1. Për pak sa desh harrova të bëja mbyllje. Ne erdhëm në shtëpi, po jemi super të lodhur. Nuk e keni ide, domethënë, unë po përtoj tani edhe të jetoj. Dua vetëm të shtrihem, të floj gjumë, gjë që nuk ka për të ndodhur edhe për një 3-4 orë, besoj. Jo, si që nga ora 7:20 mos çajmë, për një orë, besoj. Se do shtrihemi pastaj direkt për gjumin e natës. Ne na mori 1 orë 20 minuta, diçka e tillë kohë që të vim deri në shtëpi. Rruga eci mirë, krena u acarua pak rrugës, por arritëm ta menaxhonim disi, çik me telefon, çik me libra ashtu, se me telefon shoqëri çdo të s'kishte parë shumë dhe kështu që patjetër që u detyrova që ta çoj. Edhe pse u lodhem jashtëzakonisht shumë, nuk mund të them që nga ky udhëtim dolëm të pakënaqur, se jemi kënaqur jashtëzakonisht shumë. Edhe këto ndalesat e vogla që bëm, jo në Stuttgart, jo në Heidelberg, pam gjëra u kënaqëm edhe krena u kënaq shumë, që të tre jemi kënaqur shumë, se po u kënaq shefi, normalisht do kënaqem edhe në tjerë. Për tek Albani, arsyeja kryesore e këtij udhëtimi nuk kam fjalë fare, se çfarë them, se i thash gjitha që u kënaqa jashtëzakonisht shumë. Gjithë u kënaqa shumë që njoha edhe Klaudion. Edhe këto kapset ja ka dhënë Klaudia Krenes. Po, i dhuroj Klaudia Krenes kapse! Po tjetër çfarë të dhuroj Klaudia? Edhe unazën, a jep të tregoj pak unazën? Se na bëri dhurat Klaudia. Edhe sa herë që i shikon Krena, thot këtë mi ka dhënë shoqja e mamit, i ka dhënë edhe këtë unazën e bukur, i ka dhënë lidhse për flokët. Po tjetër çka kishte mama? Ja, edhe lidhse për flokët i ka dhënë shumë gjëra të bukura Klaudia, apo jo? I tham faleminderit Klaudias neve. Nuk i pas ka thënë faleminderit. Mirë, i thot mamit, faleminderit Klaudia. Faleminderit shumë. Dhe kështu i erdhi fundi edhe këtij vlogu. Shpresoj shumë, po shumë që t'jeni kënaqur edhe ju me këtë vlogun dhe ta keni ndjerë edhe ju energjinë pozitive që kishim gjatë gjithë këtij udhëtimi. Ne patjetër që do të shihemi në një vlog tjetër që do të jetë, besoj, në muajin qershor, duke qenë se Krena ime ka ditëlindje në muajin qershor, apo jo? Dhe ne kemi vendosur që për çdo ditëlindje të çdo njërit në këtë familje të bëjmë ndonjë udhëtim sado të vogël, qoftë në Gjermani, qoftë diku tjetër. Nuk kemi prenotuar akoma, por shpresoj shumë që ta prenotojmë sa më shpejt sepse duhet ta prenotojmë. Kështu, ne do të shihemi në qershor për të parë videon e radhës. Patjetër që për të parë videon e radhës duhet bëhet edhe një subscribe. Nuk është me detyrim, po me të vërtetë që do më ndihmoni shumë nëse do më bëni një subscribe. Gjithashtu edhe një like, një koment, çfarë t'ju dojë zemra juaj, çfarë t'ju dojë e bardha zemër juaj, thjesht bëjeni diçka dhe më ndihmoni shumë edhe mua, por edhe më motivoni shumë mbi të gjitha. Tani i ka unë se po më thret detyra ime prindërore. Nuk ka pushim për prindërit, nuk ka rëndësi se sa të lodhur janë.